Shumë faleminderit që gjatë një nate shumë të lodhshme, shumë të gjatë që ishte për të gjithë ne, arritëm që të përballojmë me shumë sukses një situatë të mase të vështirë. Vërtet ishte një situatë që nuk kishim ndeshur më parë në këto përmasa dhe kaq afër qytetit. Por vendosmëria, përkushtimi, guximi juaj bëri të mundur që ne gjatë këtij operacioni mos të kishim asnjë humbje jete dhe asnjë djegje banese apo përfshirje të zjarrit në zonat e qytetit. Kjo ishte vetëm fal aftësive tuaja, profesionalizmit tuaj dhe këmbguljes tuaj. Ka qenë vërtet një punë shumë e lodhshme, shumë e mundimshme, ku terreni, situata e kushteve klimaterike nuk ishte me ne. Por gjithsesi ne arritëm të bënim më të mirën, arritëm që të vendosnim zjarrin nën kontroll së bashku me forcat e zjarrfikseve, së bashku me forcat e emergjencave civile, dhe kjo është fal përkushtimit dhe angazhimit të gjithë strukturave. Ju faleminderit dhe vërtet shumë mirënjohës për punën tuaj të palodhshme që bëm dhe do vazhdojmë të bëjmë edhe në orët në vazhdim.